me shqetësimin që ka sot Bashkia e Selenicës. Ju lutem më dëgjoni për ruajtjen e saj si njësi e vetë qeverisë vendore. Ne banorët e vështirin e Bashkisë së Selenicës dhe bashkimin e saj me Bashkinë e Vlorës. Kjo kërkesë nuk ardhme e komunitetit tonë. Bashkia e Selenicës plotëson një set kriterësh që justifikojnë vendore. Së pari, Selenica përfaqëson një komunitet të konsoliduar me qytet dhe me 47 fshatra të saj, me një popullsi që ka ndërtuar në vit. Së treti, Bashkia e Selenicës ka treguar performancë në administrimin vendor, duke ofruar në funksionim të komunitetit. Çdo vlerësim duhet të mbështetet në tregues objektiv dhe të përkatësit të interesit publik. Për këtë arsye kërkojmë rishiktimin e vendimit për fshatrave dhe me qytetin e Selenicës. Vlerësimin objektiv të të gjitha kriterëve historike, përfaqësues i parlamentit, kryetarë të grupeve parlamentare, përfaqësues të diplomacisë të mbar botës që shkelin